Pas errësirës së luftës në Ukrainë po lind një diell paqeje që vjen nga Amerika, por ende në rrezet e para ka ngjallur shumë debat pasi Kievi deli humbur dhe Rusia fiton shumë. Për diskutuar planin amerikan për paqen të dorëzuar tashmë në Ukrainë, do të ndajmë një bisedë me profesorin Xhavid Shala, ekspert në fushën e sigurisë. Zoti Shala, kënaqësi që ju kemi në studion e programit Rreth e Qark. Faleminderit për ftesën. Do ta nisim pikërisht nga plani i paqes që është gatuar në Shtëpinë e Bardhë. Tashmë është dorëzuar Ukrainës, kemi reagimet e para. Shtëpia e Bardhë thotë që është një plan shumë i mirë, nga ana tjetër qeveria në Kiev thotë që është një plan i papranueshëm. Çfarë po ndodh? Çfarë përfshihet në të që paska kaq shumë debate? Duket sikur në fillim Ukraina po e pranonte, Zelenski nga Turqia tha që është një plan i mirë dhe do ta shikojmë me pozitivitet. Fakt, unë mendoj ta shohim dy këndvështrime. Një këndvështrim i parë është në raport me rendin botror dhe me rregullin botror, dhe e dyta është me real politikën, domethënë me gjendjen në realitet se si po shkojnë punët. Në kushtet e sotme të kësaj strukture të sigurisë kolektive në kuadër të Organizatës Kombeve Bashkuara, një nga themelet e saj kryesore, një nga pikat e saj kryesore është domethënë që shtetet ndalohet që shtetet të kërcënojnë për luftë, domethënë të zhvillojnë luftë, të kërcënojnë për luftë dhe nëse kanë fituar duhet të mos u njihet ajo që ka fituar nga përdorimi jo legjitim i forcës. Pra, ku jemi tashmë me këtë pikë kryesore? Me këtë pikë kryesore jemi këtu që po kërkohet me këtë plan, po kërkohet që të njihet territoriet e pushtuara. Pra, këtu ne mund të themi që në farë mënyre ky rend botror ka marrë një çartë të madhe. Në këtë kontekst Rusia që kërkon të ruajë ato territoret të cilet ky plan po ja njeh, jo vetëm rujtjen e territoreve të pushtuara, por edhe plotësimin e atyre kushteve që kishte para luftës, që nuk e ka marrë. Pra, në farë mënyre do duket që do hapet oreksi shumë diktatorëve në botë. Do të hapet oreksi shumë diktatorë. Ndërsa për ta parë pastaj në realitet nuk ka, me sa duket nuk ka zgjidhje tjetër. Ukraina ndodhet në një situatë jashtëzakonisht të vështirë. Pavarësisht rezistencën heroike që ata kanë bërë për 4 vite duke rezistuar dhe me ato ndihma të dhëna nga perëndimi, po herë të dhëna në sasinë e kërkuar, herë të dhëna me pikatore, në kushtet kur strategjia e Rusisë po jep sukses, sidomos goditja e infrastrukturës energjetike, në kushtet e një dimri që pritet, një dimri të ashpër që do ta gjejë në praktikë një krize humanitare, në kushtet e një krize qeveritare si pasojë e shkarkimit të 2 ministrave dhe arrestimit 2 ministrave për korrupsion. Pra ka nisur edhe një lloj eksodi drejt Gjermanisë për kërkojnë azil. Po, kjo është pastaj pjesë edhe e luftës hibride që duan bëjnë ruset, domethënë që për të nxitur sa më shumë eksod për të dëmtuar edhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Por në këtë kushte, me sa duket, Zelenski nuk ka zgjidhje tjetër, përveç se të pranojë të ulet për diskutim. Ai paraprakisht i ka rezistuar që këto janë kërkesat maksimaliste që ka kërkuar Rusia, por ka pranuar, sot njoftimet janë që ai ka pranuar të ulet në bisedime, por paraprakisht të bisedojë me presidentin Trump. Në investigim të këtij plani duket që ky plan është hartuar i tëri nga stafi i presidentit Trump, nga Witkoff, por në bashkëpunim me një nga këshilltarët kryesor të presidentit Putin, që është Dimitrevi. Pra një nga njerëz më të besuar, pra 2 njerëz të besuar, edhe qytetërisht 2 janë të fushës së biznesit. Pra nuk janë asnjëri që janë as strateg as ushtarak, janë të 2 të fushës së biznesit. Pra 2 biznesmen janë ulur dhe po bëjnë planin e paqes Rusi-Ukrainë. Në një farë mënyrë këta që nga koncepti, nga çfarë përfaqësojnë, këta kuptojnë këtë si një biznes dhe jo si një gjeopolitik. Pikërisht për planin do të pyesja sa e logjikshme është që një plan i tillë, i cili është shumë i rëndësishëm, pasi ndoshta është baza për një paqe të përhershme, apo thjesht një armpushim të bëhet në zyrat e Shtëpisë së Bardhë, u fol edhe për një planifikim sekret i disa prej pikave pikërisht me pjesëtar apo antar të besuar të enturazhit të presidentit rus Vladimir Putin, siç ishte edhe Dimitrev, pa përfshirjen e Ukrainës në të, pa përfshirjen e aleatëve europian. Kjo është me sa duket
presidenti Trump u ndikua nga ankesat e vazhdueshme të presidentit Putin që është Europa ajo që po e pengon paqen. Pra në farë mënyre e etiketoj Europën si luftë nxitse, jo si paqebërse. Faktikisht Europa nuk është luftë nxitse, Europa mbron interesat e veta në këtë rast, duke mbrojtur Ukrainën mbron edhe interesat e veta. Po me sa duket stafi i Trumpit nuk e pa të arsyeshme ta megjithatë do duhet edhe një miratim europian në këtë rast sepse një nga pikat është dhënia garancive të sigurisë. Këto garanci sigurie do të jepen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por në bashkëpunim me vendet europiane. Aty po ta shohësh ato pikat ka një pikë që thotë garanci sigurie për Ukrainën dhe Europën. Pra në farë mënyrë presidenti Trump me këtë plan i rreshton në një blok. I rreshton në një blok, po përpiqet të bëjë që unë po mendoj edhe për sigurinë e juaj, domethënë si Europë. Kështu që në farë mënyrë për t'i bërë europianët më pak agresiv dhe më shumë mbështetës për këtë plan. Do të jetë plani është 28 pikësh, nuk është se ka dalë, domethënë askush nuk, paktën asnjë media nuk ka dhënë të plot, po draftin, por kanë zbarë disa pika dhe aludohet që të jenë dhe këto. Është interesante një pikë që ashtu duket sikur më shumë garanci sigurie po jepen Rusisë nga Ukraina se Ukrainës nga Rusia. Cilat janë garancitë sigurisë që po jepen Rusisë nga Ukraina. E para duke ja shkurtuar gjysmën e ushtrisë nga 800.000 në rreth 400.000 forca, duke mos lejuar përdorimin e armëve me rrezet gjatë veprimi, këtu bëhet fjalë për sidomos për raketat dhe armatimin tjetër të rënd, dhe gjithashtu synimi këtu është që dëshimet territoriale, përveç dëshimeve territoriale, ajo nuk diskutohet. Aty ka një moment që mund ta lehtësoj pak Ukrainën, vendimarrjen ukrainase, që thotë që zona që do t'i kthehen, pra ai 12%, se 12% të territoreve që nuk i ka marrë akoma, pra të këtyre katër qarqeve, 12% të territoreve që ai pretendon t'i marrë, pra t'ia jap Ukraina sepse nuk po i merr dot, edhe ato territorë që ka marrë me një humbje jashtëzakonisht të mëdha. Këto territore në projekt janë që të mbeten zona neutrale, pra të jenë si zonat verdha që mos ketë të demilitarizuar si zona. Një tokë e askujt. Tokë e askujt, por që edhe kjo duket sikur është një farlicim, domethënë unë nuk po i dorëzoj territoret, po këto territore nuk do jenë për asnjëherë në palë. Nuk jetë asnjëherë. Nga ana tjetër, aty ka pika të veçanta që unë kam arritur të nxjerr disa edhe nga duke u lënduar nëpër agjenci të ndryshme këto që për gjuhën ruse, pra që bëhet gjuhë zyrtare në disa rajone. Aty flitet përsëri që duhet kërkoj shumë gjëra, është si puna e kemi përdorur dikush një shprehje është si puna e djathtë zvicerian që më shumë ka vrimë se djathtë, dhe kjo marrëveshje ka shumë gjëra që janë enigmatike, janë ndonë vetëm si teza. Do kërkojnë shumë gjëra për të sqaruar. Një nga këto është që flitej për statusin e këtyre tash. Ka qenë një ide fillimisht fare në prag të konfliktit që këto zona, këto 4 zona të kenë një status të veçantë, pra të jenë autonomi, ose pra mirë, po ai kjo nuk kishte shpjegim aty, por kjo do mbetet ka një pikpyetje të madhe sepse ai ka bërë pjesë të Federatës Ruse. Këto të 4, kjo ç'e bën? Kjo kthen Putinin, i cili duhet folur, është në vështirësi të madhe. Nisi një luftë që ja përmend Trumpi për 2 javë dhe vajti 4 vjet. Ai tashmë me këtë plan po përpiqet ta quajë një fitore strategjike. Pak a shumë ato po kërkon ato që kërkoi ai po i arrin edhe me mbështetjen e këtij plani, por situata e Putinit është, ai di se si taktikat e Putinit që duhet ta kaloj lumin një herë dhe pastaj duhet ta shohësh më pas atë se çfarë mund bëj, ashtu siç bëri, siç e diskutuam, siç bëri me Prigozhinin që në fillim i tha të hiqur dhe pastaj në fund arriti nuk të për një marrëveshje në Shën Petersburg dhe nuk u kthye. Plani ka shumë pika që do të kërkojnë shumë diskutime, faktikisht, po do të pritet tashmë kur dalin një nga pikat thotë ai që nuk do pranohet një forcë ndërkombëtare. Kush do ta monitorojnë?
bëhet fjalë një monitorim i... Kjo është edhe frika e Europës, sepse një Putini të tillë ka dëshmuar edhe koha që nuk mund t'i zgjedh besë. Kanë qenë marrëveshje të numërta që janë arritur dhe që gjithë marrëveshjet që ka bërë, sidomos edhe në raport me Ukrainën, gjithë marrëveshjet ai ka shkelur. Pra, kjo që në traktati i Budapestit për çarmatosjen bërtamore të Ukrainës, që Rusia ndërmori atë zotimin që nuk do ta sulmonte kurrë Ukrainën dhe sulmoi. Pra, mund të them që ky plan në një farë mënyre, nëse do miratohet, sepse nuk ka bazë tjetër, do filloj, mund të ketë lëshime një herë pala për pala tjetër, po është një bazë mirë për bisedime, në një farë mënyre do ta sankcionoj atë, nga kjo nuk tërhiqet, por këtë jam i sigurt unë nga marrja e territoreve. Pra, edhe duke thënë atë që përmenda në fillim që ky sistemi i sigurisë kolektive mbi të cilin është ndërtuar ky rend botror ka ato parimet që mos njohja e territoreve të pushtuara në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Pra, në një farë mënyre ky po shembet. Edhe kjo do të hapi shtegun zhvillimeve tjera në vendet ndryshme të botës. Janë shumë interesante edhe reagimet edhe të Kinës, edhe që do të shihet tashmë. Kina ka qenë interesuar në një farë mënyre nga ana strategjike që të vazhdojë ky konflikt. Bile ministri i jashtëm kinez është shprehur vetë që ne kemi interes që konflikti vazhdojë, sepse përndryshe energjia amerikane do të përqendrohet pastaj në zonën e Indo-Paqësorit, sidomos në konfliktin Kinë-Tajvan. Kjo është edhe harta e re, e cila mund të përcaktoj pak a shumë edhe kufirin, e cila është paraqitur, si të shohim edhe në foto, në shtëpinë e bardhë. Pra është një hartë që ka qarkulluar në shtëpinë e bardhë dhe mbi bazë, mbi këtë mund të jetë përcaktuar ndoshta edhe plani 28 pikësh, por çfarë paqe do quhej një ndarje e tillë ku në fund Ukraina duket se humbet shumë, ndërsa nga ana tjetër Rusia fiton thuajse gjithçka, i plotësohet dëshira që të marrë këto rajone të cilat Putin i pretendon që janë ruse dhe atje qytetarët në mas flasin rusisht dhe prandaj sepasi duhet të udhëhiqen nga Moska, nga ana tjetër do të marrë edhe çarmatosin disi në një farë mënyrë edhe të Ukrainës, por shumë e shohin që kjo nuk është një paqe, thjesht është një ngrirje e luftës derisa të ketë një oreks të ri Putini për të zbatuar planin në tërësi marrjen e gjithë Ukrainës. Unë mendoj që nëse ky plan me ndryshim të duar, sepse nuk besoj se do merret kështu siç është, sepse do ketë negociata, do ketë bile një nga pikat e asaj është që do rishikohet her pas here, domethënë do bëhen raporte se çfarë po ndodh. Një nga kur të vi koha për të zbatuar këto janë plane pastaj që do jenë afatgjata, nuk do jetë më Putini, nuk diskutohet, nuk do jetë më as Putin as Zelenski. Tu problemi është që nuk ka zgjidhje tjetër. Po ta marrësh, domethënë ta shohësh realitetin siç është, nuk ka zgjidhje tjetër. Edhe megjithëse do humasi 12% të asaj, së pjesën tjetër ata kanë pushtuar, dhe nëse do vazhdohet do ketë shumë konsumim jetë njerëzish nga të dy palët, edhe nga Rusia dhe nga Ukraina, por ne themi palen nga Ukraina që ka këto probleme, por dhe ata mund ta marrin, mund ta vazhdojë Rusia ta marrë. Me kështu si përshkruan shumë avash, por mund ta vazhdojë edhe ta marrë atë 12%. Kështu që në një farë mënyrë po ta gjykosh kështu që nuk ka zgjidhje tjetër. Pra, do të sakrifikohet një pjesë për të mbijetuar pjesa tjetër, për të garantuar. Ata duhet ngulin në këndvështrim tim, duhet ngulin këmbë shumë në garancitë e sigurisë. Nëse ka garanci sigurie të forta, atëherë dhe e para, garancitë e sigurisë për Ukrainën, dhe që do jenë garanci sigurie edhe për Europën, sepse Europa këte ka, domethënë nëse bie Ukraina fillon rralla është e Europës apo sidomos e vendeve balltike. Madje edhe Putini i ka dhënë disa sinjale duke kërcënuar edhe Polonin kryesisht duke theksuar që po të mos ishte për Bashkimin Sovjetik apo Ushtrinë Sovjetike nuk do të ekzistonte më një Poloni. Efektivisht ai po lufton Europë, po bën luftë hibride, domethënë po bën luftë që nga sabotazhi, që nga sulmet kibernetike, që nga dronët, kërcënimi nëpërmjet dronëve etj. Efektivisht në fazën e parë të luftës është luftë hibride, nuk është luftë me armë, por që mund kalohet edhe tek lufta me armë, nuk diskutohet. Por po thoya që domethënë garanci të forta sigurie, e para e dyta
që do ngulin kam Rusia shumë, ndoshta edhe presidenti Trump mund të ushtrojë presion për njohjen de jure të pjesëve të pushtuara. Unë them këtë nuk do ta bëjnë kurrë ata, njohjen de jure. De facto është ajo që e kanë zonë dhe de facto, po de jure sepse ose mund të bëhet marrëveshje që për ngrirjen e këtij procesi për një periudhë 100 vjeçare. Domethënë që të ndronë disa breza në mënyrë që të harrohet konflikti. Të ketë zhvillim ekonomik etj derisa të harrohet, siç kanë ndodhur për konfliktet kësaj natyre dhe nëse bëhet kjo, marrim një shembull tjetër që është sakrifikuar territori për të mbrojtur një shtet. Rastin e Finlandës. Finlanda, një pjesë e territorit Finlandës e pushtoi Rusia, Bashkimi Sovjetik, në kohën e luftës së dytë botërore. Ama Finlanda u pozicionua në pjesën tjetër, në pjesën më të madhe dhe sot Finlanda është shtet i zhvilluar, është shtet antar i NATO-s. Pjesa që ka mbetur në ato territora janë përpjekur të kërkojnë drejtat e tyre brenda atyre, por kështu funksionojnë në raportet ndërkombëtare. E keqja është se Finlanda zgjidh në kohë tjetër, pra në kohën kur lufta ishte e pranueshme si mjet legjitim për zgjidhjen e konflikteve, kurse sot kjo kartë OKB-s që është nuk e pranon luftën si mjet për zgjidhjen e konflikteve, por me legjitimimin e këtij plani po pranohet tashmë që lufta është mjet për zgjidhjen e konflikteve. Dhe kjo i vën një kazëm rendit botëror. Çfarë ka nisur me luftë duhet përfundojë me luftë për të zgjidhur një herë e mirë. Pra është ajo që kjo filozofi e këtij plani të paktën. U diskutua edhe në atë që u diskutua atëherë në samitin e Shangajit, pra ideja për një rend të ri botëror. Pra synimi në këtë rast është që të jetë një rend botëror që të mos ketë shtypësore Amerikën dhe Perëndimin, po të ketë jugun global dhe të jetë një rend ku të ketë një policentrizëm, pra jo një pol siç meti Shtetet Bashkuara të Amerikës si garantues e rendit botëror pas përfundimit të luftës së ftohtë, por as dy siç ishin gjatë periudhës luftës së ftohtë që ishin Bashkimi Sovjetik dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, po tashmë të jetë multipolare. Pra duke rënë duke u ngrit perandorit ose grupet e shteteve të cilët në farë mënyrë mund të formojnë një perandori. Këtu do duket rasti që ne kemi dhe hallin tonë, ne jemi në Europë dhe duam të hyjmë në Europë, jemi vend evropian, po duhet të hyjmë edhe në Bashkimin Evropian. Këtu do duket se sa do të jetë aftë Bashkimi Evropian të luajë që të kthehet nga një fuqi ekonomike dhe një fuqi ushtarake. Pra që njihet si pol në këto zhvillim, sepse këto shtete tjera kanë krijuar, Kina me janë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusia, po krijohen edhe vendet tjera, vendet e BRICS-it e tjerë. Pra edhe Europa nuk është se nuk e kanë marrë në konsiderat këto zhvillime, derisa ata po përpiqen dhe në vazhdimsi kanë hartuar politikat për bashkëta siguria dhe po përpiqen në kuadrin edhe të NATO-s me apo pa Amerikën për të krijuar një ushtri që të jetë e aftë për të përballur me rreziqet dhe me kërcënimet e sigurisë të shekullit 21. Profesor, ju e përmendet në fillim ndoshta këtë hapjen e kutisë së Pandorës nëse legjitimohet ky pushtim i Rusisë të tokës ukrainase dhe dhënia atyre territoreve që do t'i kontrollojë dhe do t'i ketë në hartën e saj, do të vendosë kufirin Ukraina, do të frymëzojë ndoshta edhe diktatorë të tjerë apo lider të tjerë që kanë pretendime territoriale. Për ta sjellur ndoshta pak më afër nesh, kemi Kosovën, kemi ende Serbinë që nuk e njeh Kosovën dhe dukshëm e kemi parë dhe e kemi raportuar që lideri i Serbisë Aleksandar Vučić ulet në disa karriga, herë në atë të Bashkimit Evropian, herë në atë të Amerikës, herë në atë të Kinës apo edhe të Rusisë. A mos ndoshta këtë moment po pret Aleksandar Vučić dhe larg qoftë të kemi sërish një rikthim të luftës në Kosovë nëse legjitimohet pikërisht kjo qasje? Fatmirësisht ne dhe Kosova, Shqipëria dhe Serbia janë në Europë, janë shumë afër Europës. Dhe çdo problem, çdo kërcënim sigurie, çdo konflikt cënon direkt interesat e Europës, cënon sigurinë e Europës. Kështu që nuk e besoj se do ta lejojë Europa edhe NATO-ja një deskalim të tillë. Por Vučići ta marrësh si personazh në kundërshtimin tim është një figurë e konsumuar.
është një figurë e konsumuar. Ai para te unë kam thënë që ka filluar numërimi mbrapsht, atë e dinë edhe, por për ne nuk është ikën një fuqish, vjen një fuqish tjetër. Edhe në raport me shqiptarët, serbët në raport me Kosovën sidomos nuk kanë ndryshim as pozita as opozita. Kështu që vetëm një Kosovë e fuqishme, një Kosovë me një ushtri të përgatitur, një Kosovë me një klasë politike të përgjegjshme, të cilët për hir të vërtetës nuk po tregojnë fare përgjegjshmëri me këto zhvillimet që kanë ndodhur. Pra, vetëm kështu do të përballojmë çdo lloj probabilitete apo çdo lloj mundësie për agresion. Unë nuk mendoj që ndodhemi para kushte të tilla, edhe ata do përpiqen të shfrytëzojnë këto, dhe sidomos Vučićin është si puna ti i mbytur i të mbyt, themi ne herë, në këto kushte që ai ndodhet, që ka probleme edhe me popullin e vet, nuk është që di që ai të luftoj për ta eksportuar pra jashtë krizën e tij të brendshme, në mënyrë për të nxitur një konflikt të cilët ai për hir të vërtetës ai është munduar disa herë, por që nuk ja ka arritur dot. Qoftë me banjës kanë pse, sepse në Kosovë përojnë disa njësi ushtarake në përbërje të KFOR-it, disa shtete, po kur operon një njësi, qoftë një kompani, aty është prezent një shërbim inteligjent i atij shteti. Pra dhe të tëra këto shërbime inteligjente shkëmbejnë informacione dhe kur vjen puna në kohën e duhur parandalojnë. Për Kosovën do të ishte duhet pavarësisht ato zhvillimet e sotme nuk kanë qenë optimiste, po në fund fare mund të marrë një zgjidhje. Pra, zgjidhjet tjera të parashikuara tetor do prodhojnë fitues tjerë. Këtu problemi është një diçka që nëse elita politike kosovare nuk e ka konceptin e qeverisjes me bashkëpunim, kjo do jetë fatkeqësi pastaj, sepse në asnjë lloj kushi, në asnjë lloj mundësie nuk mund ndodhet që një forcë politike të marrë shumicën, pra nëse nuk bën koalicion dhe nëse nuk pranon. Po koalicioni mund të bëjë edhe këto kushte që ishin, por ajo vlerësimi i Palondu nuk duhet të paraqgjikoj palet, por mënyra se si u operua, janë shumë papjekuri politike dhe papërgjegjshmëri politike, më shumë se papjekuri, papërgjegjshmëri politike, domethënë për interesa partijake, për interesa personale, ata e çuan Kosovën në zgjedhjet e katërta brenda një viti. Për ta lidhur ndoshta edhe këtë, ndoshta jo papjekurinë politike, por për zhvillime politike, apo ndoshta kjo shpejtësi me të cilën presidenti amerikan Donald Trump do ta mbyll luftën në Ukrainë, pavarësisht kostove të rënda që bien si barr më shumë mbi Ukrainën, ka të bëjë më shumë me zhvillimet e brendshme politike në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku Donald Trumpi e ka synimin e madh për të përmbushur një nga premtimet e tij kryesore gjatë fushatës, që do t'i jepte fund luftës Ukrainë-Rusi, që në ditën e parë që do t'ulej në karrigën e Zyrës Ovale. Shko, presidenti Trump bën e shef botën pak, e shef me një panoram shumë më të madh se sa Ukraina. Ukraina është një pjesë e vogël e interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës në raport me Rusinë apo në raport me pjesën tjetër të botës. Pra ai do ta zgjidhë sa më shpejt këtë edhe për të përmbushur një premtim elektoral, të cilin ai tha që do ta bëjë për 24 orë, por që ishte thjesht një premtim elektoral, por ai do të çlirohet nga ky problem në Ukrainë. Pse? Sepse u përfshi Shtetet Bashkuara të Amerikës, u përfshin që në presidencën e parë dhe vetë arkitektura e sigurisë në Europë ka qenë llogaritur që ishte nën garancinë amerikane. Trumpi tashmë do të heqë dorë dhe mesazhet i ka dhënë që tashmë Europa duhet mbrohet vetë, duhet të garantojë vetë sigurinë e saj. Por kjo nuk mund të arrihet në një periudhë kaq të shkurtër, as vetëm me presidencën e Trumpit. Do duhen rreth minimalisht 8-9 vite, 10 vite për që Europa të armatoset, të ketë kapacitetet e saj, por të ketë edhe infrastrukturën, edhe inteligjencën e saj. Këtu nuk duhen sisteme parandaluese. Sistemi i parandalimit i ka vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra do duhen kohë për të arritur këtë. Kështu që është në interesin e Evropës që derisa të arrijë këto të mos të marrë një lidhje të vazhdueshme dhe të konvergojnë në këtë sistem sigurie europiane, ta kenë gjithmonë të përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Profesor, por çfarë fundi mund të marrë kjo luftë në një kohë kur raketat fluturojnë gjithnjë më shumë? Paktën para disa ditëve ishin mbi 500 dronë dhe 10 raketa të lloje të ndryshme që sulmuan Ukrainën, shkaktuan mbi 25 viktima, mes tyre shumë fëmijë dhe sërish në momentin që duket sikur forcohet Ukraina, Rusia ndërmerr një sulm të tillë, çfarë paqe mund të arrihet në këto kushte kur Putini ende nuk është bindur që duhet u ul armët? Nëse ky modeli i këtij plani 28 pikësh është pak a shumë si u tha që u mor modeli i planit për Gazën, që ju bë fakti kryer edhe Izraelit. Në këtë rast po i bëhet fakti kryer edhe Putinit. Domethënë ti ato që ke arriti kryesor strategjike i ke tash do të qëndrosh me këto. Gjitha nuk do t'i fitosh, por 90% do t'i fitosh. Ndërsa Ukraina do t'i thonë, realiteti është ky, 10% ti do të njifen këto që ke, 10% nuk po e quajmë si kapitulluar, se në fakt një pjesë po e quajnë si kapitullim, por që ne t'japim garanci të forta sigurie për pjesën tjetër. Pjesa kurse ajo pjesë që është e pushtuar nuk do njifet juridikisht, pra faktikisht është, por nuk do njifet, dhe për këtë Rusia do nguli kam shumë dhe mund ta hezitoj këtë, se Rusia ata janë mjeshtra në negocimit. Kanë atë taktikën e Andrej Gromikos, të dikurshëm ish ministrit të jashtëm të Bashkimit Sovjetik, i cili gjithmonë kishte kërkesa maksimaliste në bisedime dhe në kushte që kërkonin. Absolutisht, ata quajnë që kanë arrit sukses nëse marrin më shumë se gjysmën atyre që nuk ju takon, se ato që i takon nuk diskutohet. Por nëse marrin më shumë se gjysmën atyre që nuk ju takon janë në rregull. Kështu që nuk është se u vendos paqja. Kjo do duket mënyrën se si do ta menaxhojë presidenti Trump, se si do ta menaxhojë pra e para për rënien dakord një herë, pra negocimi pikave dhe rënia dakord që është shumë e rëndësishme në këtë rast. Pastaj është sepse po ura dakord, pale do bi dakord për armpushim. Do ketë një menaxhim të armpushimit, një mbikëqyrje të armpushimit. Pra kjo mendohet edhe mbas planit, kjo mendohet që është faza parë. Pra armpushim dhe mbikëqyrje, verifikimi i armpushimit. Faza 2 do jetë shkëmbimi ose ata bëjnë fjalët për shkëmbim territorësh pak, sepse një pjesë që ata kanë marrë në Zaporizhje, këto mendohet që t'ia kthejnë prapë. Megjithatë të mendosh që e gjitha nisi vetëm për Donbasin, vetëm për një nga rajonet që tashmë zotëron. Dhe e treta pastaj do jenë garancitë për të ardhmen, pra, se si do shkojnë problemet. Pra, në këto 3 pjesë, në 3 faza do ndatë edhe zbatimi i këtij plani. Do duket shumë bota është ka 4 vite që është stresuar në një farë mënyre edhe kërcënuar, apo edhe opinioni botror kanë qenë në mbështetje të Ukrainës, por në këto kushte, por nuk ka rrugë zgjidhje tjetër me sa duket. Nuk ka rrugë zgjidhje tjetër. Europa nuk ka do të pretendoj për një vend në tavolinën e bisedimeve, po më shumë nuk ka çfarë pretendon. Më shumë në aspektin e atij bosit madh që paguan për dëmshpërblimet, siç duket, ashtu e shikon Trumpi që Europa i takon barra që të paguajë për ndërtimin e Ukrainës. Trumpi thotë Europa të paguajë, po për vendimmarrje nuk e pyes Evropën. Dhe kjo do jetë një problem që do duket tashmë Europa që kaloi pak si tangent, ne biseduam pak një plan 12 pikësh i Europës. Po të shohësh një koordinim i njërin tjetrit, nuk është se kanë ndryshime të mëdha, por ai plani evropian kërkonte ngrirjen, jo kthim territorësh. Jo kthim territorësh, sepse shikoj që Rusia thotë këmbim territore, po çë territorë do këmbim? Territoret e mia, se edhe kjo që ke zonë, edhe kjo që mendon të më japësh janë po territoret e mia. Edhe kjo është, domethënë, ajo që është cënuar rendi, ky rend botror është cënuar edhe në kuadrat edhe me të drejtë pastaj mund mos i besohet më këtij sistemi sigurie që ka për bazë lidhjen e Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Pra këtu del pastaj probleme për të kaluar në sisteme tjera, për të ndryshime, për reforma në Këshillin e Sigurimit e tjera që janë probleme që do të hanë shumë diskutime, shumë kohë. E qartë. Profesor, të falenderoj shumë për analizën tuaj të vyer. Ishte kënaqësi që ju patëm në studio dhe në programin Rreth e Qark. Faleminderit ju. Mirë, do të